O dash digje ti më va, sepse përveç atyre që shohim dhe kemi dhe imazhet, se i kemi imazhet apo jo, leti do i japi tani, do ndajni çik në një ekran kështu do shohim dhe imazhet. Pavarësisht se ne jemi në një diferencë prej 245.000 vota përpara Rama nga Berisha, prap thonë që kësaj radhe ka funksionuar shumë treni bullgar. Ma thuash Dash Sula. Tani Qose ke gjë, qose për të qenë sinqert, si fablo ose si histori e dim, e kemi gjuar, por nuk e kemi jetuar. Unë personalisht jo njërë. Ti që ke që nga 91 deputet? Jo, s'kam qenë nga 91, nga 2005. Nga 2005, më falë, se nga trova. 91-2005 kam qenë prokurori. Më falë, nga trova, nga 2005. Po, atëherë nuk e dinin... Nuk ka ndodhur nga 2005 treni bullgar, nuk e kishte dëgjuar ndonjëherë? Jo, në Shqipëri nuk ka ndodhur. Po ndërkohë është një teknik shumë e njohur që s'është përdorur vetëm në Shqipëri, ëh? Po se nuk kanë aq me shqiptarët e burr. Nuk kanë aq me shqiptarët, ose s'kan. Jo, nuk ka lidhje kjo. Mend kanë sa do duash. Nuk kanë mend për të bërë gjëra të tilla. Nuk e... Ti e beson që ka ndodhur në këtë zgjedhje që të hap para se të kthehen te ty prapë? Unë them që nëse ka ndodhur, mund të ketë ndodhur në një pikë caktuar. Le të tregoj imazhet para se ta shpjegoj Sebastiani dhe kjo nuk mund të ndodhë në gjithë territorin e Republikës Shqipërisë. Tani, unë garantoj që në zonat që unë njoh, në Peqin, Belq, Sarrik, Gramsh, në Elbasan. Ti këtë radhë nuk ke qenë në fushat apo jo? Nuk kam qenë fushat, po informacionet i kam se kam njerëz e mi bashkëpunëtorët, ata që kam punuar. Tirana mund të jetë tjetër gjë. A kupton? Ti thua mund të jetë bërë në Tiranë dhe jo në Tirana mund të jetë tjetër gjë, tham, kupton, por në qytete të tjera në qarkun e Elbasanit absolutisht. Aty ku ti njeh nuk e dëgjuar gjërat. Absolutisht jo. O Sebastian, para se të shohë Flogerti, çfarë është ky treni bullgar më por ta shpjeguan njerëzve në fjalë të thjeshta. Ç'është kjo teknik për të marrë vota që nuk i meriton? Ajo do thjesht një vot. Si një vot? Kujdes. Jo një vot. Për ta shpjeguar sa më thjesht një flet do të thuash. Po pra një flet. Po prandaj të korrigjoj, me një vot po. Një flet votimi. E cila ka ato vullat e KZAZ-s apo të... E se mund viljet e ty, prit. Po? E cila ka ato vullat e qendrës zgjedhore dhe të KZAZ-s dhe të KQZ-s. Fletë e votimit, më që... Një fletë. Që kanë votu njerëzit, po. Personi që ka këtë fletën e votimit, është jashtë, po themi. Si jashtë? E ka jashtë e një kancelaria, apo diku tjetër jashtë në një lokal. Po. Të fletën. I pari që shkon brenda në qendrën e votimit për të hedhur, për të votuar, po. Shkon merr këtë fletën atje, dhe fletën që e merr nga komisionerët që janë aty, e fut në xhep të vet. Po, nuk e. Mjafton kjo fletë votimi dhe treni bullgar quhet që ti dhe qarkullon pa sekond dash tash. Për njerëz se ti e di, po njerëz nuk e di. Për një sekond, pra. Dakor, po harroni një fakt. Për një sekond. Harroni anën subjektive që do personat të kenë dëshirën për të aplikuar këtë. Si do persona? Duhen persona që duhet të aplikojnë që kënë dëshirën subjekte votus. Votusit, po. Ja pra një sekund të shpëkoj Sebastian, do të pyesë në ato. Po ja ta mbaron njerëz si, të marrin vetë teknikën njerë, po. Pra kjo është, fleta e votimit. Pra ai në vend që të votojë i pari, e merr fletën e votimit, hedh. Ai ka dy fletë. Ka dy fletë. Një sekond i pari, s'ka dy fletë pra. Se të ketë dy fletë duhet që të ketë marrë një nga... Po pikërisht pra do të ketë dy fletë, pra se një ta shohë komisionin, një ta hedhë kuti votimit. E para, e dyta. Me vot. Jo, se ta shpjegoj unë sepse edhe kam qenë prokuror. Mund të pyet aty ti. Jo, por nuk ka ndodhur tani unë e di si fenomen. Nuk ka ndodhur ta. Shpjegoj për njerëzit çfarë është më valla. Pastaj ka ndodhur dashur, e themi dot ne. Jo, jo. A Sebastian. Fleta e mbushur merret jashtë. Është një fletë që unë do votoj Sebastianin. Me ka një X sipër me partinë X. Kur shkon dhe tek komisioni... Nuk ka zë në YouTube ndërkohë më lajmërojnë. Një sekundë, ka gjithmonë probleme teknike, që nuk kuptohet se. Të lutem... Ja, po korrigjojmë pa tjetër. Po e korrigjojmë tani. Po qa ndodhë më Ledio, është një në 2-3 emisione kjo punë më burë. është gjuna më burë, kupton? Na ikën mundi dëmet, gjithë puna që bëjmë na ikën dëmet, kupton? Është skandal, domethënë. Vinë njerëzit thonë s'ka zë, s'ka ashtu, s'ka ashtu. Çka ka me këtë vend burë? Merre me lëng. Jo, merre me lëng është. Çka ka me këtë vend? Merre me lëng është kjo histori valla. Po hajde varja. Mos u shqetëso. Gjëra i zvarë nga ne. Jepi, Sebastian. Pra, që po e thoja edhe pak më herët. E kam YouTube-in live. Ku e ke? Të duhet vetëm një fletë votimi. Këtë fletën e votimit e ke jashtë në një bar kafe, kancelaria apo një shtëpi. E kuptova këtë gjë. Personi që shkon dhe merr këtë fletën e votimit të mbushur, që është votuar, po themi Sebastiani dhe Partia X. E palos dhe e fut të xhaketa. Po. Qa, pa duhet këtë dhe vullën. Duhet këtë dhe vullën. Ka gjitha kjo fletë. Ka të gjitha. Sepse në shkollaj të rjedhin këto fletët me vullë me të gjitha, nuk është një problem. E merr këtë fletën dhe e fut në xhaket. Shkon përpara komisionit.
Unë jam Sebastiani, jep kartën, jep të gjitha, dhe merr fletën e votimit që do shkoj të votoj te kutia. Po qartë. Shkon mbyllet aty brenda tek ajo kutia e vogël. E mbyllur nuk është ajo tani, thjesht një këshuese, nuk është as e mbyllur me perde. Dakor, në rregull. Po çon si ka do? Gjen mundësinë gjen rastin. Nuk shkollon njeriu atje, është e fshehtë. Palos fletën që ka përpara, që është e paplotësuar. Po. Dhe nxjerr këtë. Hop. Edhe po. Këtë e fut këtu. Po. Që mos duket. Po. Dhe te kutia e futimit fut të Po atë plotësuar. që në xhep. Këtë të paplotësuar në nxjerr jashtë. Në nxjerr jashtë dhe merr tjetri. Prandaj quhet treni bullgar, se janë si vagona treni, njëri pas tjetrit. E kuptova. Ky është treni bullgar. Iku. Është përdorur në 2007 për herë të parë në Bullgari. Prandaj quhet treni bullgar. Prandaj quhet treni Po bullgar. mirë, dim që pasojat që kalojnë ky treni bullgar në Bullgari? Dim që çka ka ndryshuar rezultatin? Apo nuk e Në dim? zona të ndryshme e ka ndryshuar. E ka ndryshuar. Në zona të ndryshme. Tani, Dash, sa më shkurt, që të ndodhi kjo, duhet të jetë votuesi i gashtë lëndën tjetër. Po pse nuk është problem ajo? Nuk, po ja, është problem. Po pse është problem? Nuk i ke njerëz në rrati ty? Ato nuk përpres për rast qumshi, që të vështë marrë njëri, vjen tjetri, pret tjetri, kalon tjetri, po, është pamundur pra. Mund ta bësh me 5, me 10, me 3 njerëzit tuaj, edhe për çfarë duhet. Njëherë pëses nuk i duhet kjo njëherë, sepse i ka votuesit, në kuptimin ose e ka maturuar përpara gjën. E ka rregulluar përpara, nuk ka nevojë që ta markoj për të bërë këtë lloj treni bullgar. Se kjo bëhet në raste që ti nuk Kjo bëhet atje kur rezultati është shumë i ngushtë, pra dash, kujdes. Po të kuptoj, pra të kuptoj. Atje ku partitë dinë që janë aty po dakord. Pra, po tani Kjo nuk bëhet gjithandej. Në Shqipëri o mikoj, në Shqipëri ka mënyrë tjetër. Cila është? Paguaj përpara 50-100 e ke tren bullgar vetë. Me garanci po. Edhe ke ekspres. Këtë mos e më të fare. Tu të marrin lekët edhe japin tjetrit. Po kjo mos bëhet. Ka sepse i llogarisën ato, ka të dalin vota këtu, atë që thotë e dim që 400 kemi ato, po 450 do thotë që këto 50 nuk janë dhënë. Po si do vërtetoj ai që mos u merr me këtë pjesë e din këto partitë e vogla, ja kam ky mekanizmi, mos u shqetëso fare, por e them që s'ka ndodhur në Shqipëri. Për këtë të garantoj. Ti je i bindur? 1000%. Marsit, si fenomen gjithashtu që ka ndodhur dhe në Itali. Ka ndodhur në Itali në zgjedhjet e qeverisë lokale, për shkak sepse në vite. Ka ndodhur në vitin 2016-2017, është bërë dhe te këto episodet e këtij seriali të famshëm Gomorra, e ka bërë mafia që operon në zonën e Napolit, që quhet Sistemi, se Gomorra është më shumë një emër i vënë nga media ose nga televizionet, për shkak sepse kryetari i bashkisë dhe partia që ishte në atë kohë në pushtet nuk i miratonte lejet e ndërtimit, tendrat, programimet publike që t'i merrnin familjet mafioze, për shkak të impresionit nga sistemi drejtësisë, ato bën këtë një lloj fenomeni të ngjashëm me trenin bullgar, ku kopjon fletët e votimit, i fotokopionin dhe rinin persona jashtë qendrave të votimit, gjithashtu me shokun me lek, ai që vinte që merrte votën, duhet shkonte të thithë votën e shënuar dhe kur sillte votën bosh merrte pagesën. Tani në Shqipëri, por duhet të jetë vullneti dhe duhet të jetë edhe një lloj sistemi mekanizmi ngritur shumë më përpara dhe që shumë e vështirë ta ngresh. Njerëzish oraret që të rinë aty të preskin. Po çfarë janë valla? Për këtë punë janë. Ka kryer pra punën përpara për mënyrë tjetër më valla. Ka besueshmëri. Mirë, dashje përjashton komplet që kjo ka ndodhur në Shqipëri. Ti beson që ka ndodhur valla? Unë mund të them që mund të ndodhur në zona Çani ku ata kanë pasur një lloj pra një lloj frike. Frike për se kanë qenë aty. Po jo që ka qenë masive që ka ndodhur. Atë nuk e dim ne më. Por shumë këto pamje që shohim në ekran valla. Është një grua aty që flet, nuk e di e kemi audion apo jo, që thotë shikoni, po këto më duket se bëhet fjalë këto pamje janë për votat e diasporës. Jo, për votat e Insia 9, po këta dyshojnë, por është... Ishte kjo një ledjo i ka në fakt. Po do t'japë në numrin e kutis, por dyshimi është... Nuk nga duhe mos vut ka detaj. Jo, po si është për të qenë korrekt me publikun. Thelbi është që dyshimi ka lindur nga mënyra e palosjes. Pra simetria e palosjes si pas numruesve është shumë e ngjashme dhe ka dyshime që mund të jetë përdorur treni bullgar. Ajo që e prish pak këtë fabul është që kur përdoret treni bullgar treni bullgar përdoret për një parti edhe nuk ka guxim njeri që dali, pra e merr fletën e votimit me numrin 5 fjala vjen, e hedh atje dhe sjell fletën bosh. Problemi është që te këto pretendime që këta kanë, ka një çudi që aty nuk është votuar vetëm numri 5. Është votuar dhe mundësia. Pra si ka mundësi, i bie që patronazhisti i ka dhënë votuesit fletën e plotësuar me partinë mundësia. Ndërkohë që treni bullgar, po pra, thelbi treni bullgar është që dikush që është i një partie X e ka fletën përpara dhe e plotëson për partinë e tij dhe i thot votuesit, urdhro këtë plot hidhen kuti, msill atë bosh, merr boshën e plotëson sërish. Pra shkojnë vetëm për një subjekt. Këtu votat janë për disa subjekte.
Qartë. Kështu që E kuptova. Tu se Berisha Çanin fal ka dalë sot dhe ka bërë çdo akuzë të mundshme përveç cilësimit të kësaj pjesës së trenit bullgar. Nuk e ka përmendur as ai as Unë dëgjova se ishte shpërndar shumë në rrjet kjo punë e trenit bullgar. Dhe edhe nga ana faktike temën diçka është pamundësi, Çan është pamundësi E ka absolute. thënë Berisha vetë, sepse Berisha edhe këtë video të tjera i ka shpërndar vetë në rrjetin e tij social. Tani, Ku e tha të cilat dalë? sekond Ja, që ajo që pash unë jo e kam sinqerisht, se se kam. ne kemi deklaratën e Berishës, por Berisha vetë këtë video dhe video të tjera i ka shpërndar. Kjo është e njësisë 9, siç e tha Erti. Pra i ka shpërndar vetë Berisha këto video. Nese, para se të kalojmë të Dashi, ti të pyes pak Dashi, Ledio, qa imazhesh kemi çik sot sonte, qa imazhesh kemi mbledhur nga ti shohim pak të lutem? Kemi të ratë Berishës më duket? Po, kemi singorin e Berishës. Jepi dhe të dëgjojmë shikë dhe të jap fjalën në Dashurës me njerë. Plaçka e vjedhur duhet të kthehet. Kjo është rregulli. Zgjedhjet janë grabitur. Emergjencë është. Zgjedhjet e grabitura nuk i falen kur narkodiktatorit e Edi Rama. We change the world. E kemi bërë. Dhe të bëjmë tani e kemi tani më të mundur se kemi shumë më tepër fakte. Ku do thonë ju? Në të gjitha qendrat e mëdha. Në Kongresin e Shtetet Bashkuara, Senatin e Shtetet Bashkuara, në Parlamentin Evropian, në Këshillin e Europës, e kemi pa dhe në 91-shin këtë në 2001-shin, këto urime, përveç tjerës që ka dhe interesa për burgje, se kjo është i gatshëm të ashtrojë Shqipërinë në megaburgun e gjithë kontinentit për të marrë mbështetje për zgjedhjet, po kjo dhe kjo nuk ecën. Jo, teza i folëm dje, koncesioni për BN. Jo koncesioni, kozmetika e bukur e miku tonë që i këshim dje. Me qëra fjalla Dash, ti nuk i beson fare Berishën apo jo? Të duken visikime këto pas humbjes. Çan. Se ti vjen nga i përvoj hidhur vete, kupton? Jo, nuk ka lidhje fare. Unë nuk është si po i them soto, ja kam thënë dhe përpara. Edhe me strukturave në grup parlamentar. Ja, çka e thënë? Një sekond. Ledio ka gati. Ledio, çka thënë Dash Sula në korikun e vitit kaluar, kur kaloi, kur PD-ja kodi zgjedhor, kur u bë kodi zgjedhor midis PD-s dhe PS-s, komision atje. Shikoj çka thënë sa parlamenti. Pra ka paremëruar në një farë mënyre fundin e vet në PD, me atë që ka bërë. Zoti kryeministër, do të bëj edhe një thirrje tjetër shumë miqësore. Të lutem, ndoshta do të përgjerohem, mos din fushat 2025-ën, sepse e ke fituar zgjedhjet. Për një arsye të thjeshtë, sepse mund ta marrësh shumë i cilësuar dhe nuk do ketë më fare opozitë. Të paktën ajo është quajtur opozitë, mas 2025-s do jetë një shoqatë e caktuar, e cila të paktën në mënyrë të kamufluar të ketë sistem gjoja demokratik këtu në këtë vend. Po pra, në një farë mënyrë paremëroi fundin tënd Dash në PD. Historia e PD-s dhe opozitës të djathtë ka filluar nga 21 prilli i 2008-s. Kur u bë marrëveshja e madhe midis Ramës dhe Berishës. Edhe aty filloi disheza. Pse? Se edhe në 2009-ën ne kemi dalë 70-70, po se është fjala e ulë popullore me brekën për këmbë. Qartë. Sepse po mos kishim marrë mandatin e Beratit në atje, Mihali krym punë. Dite 71 me 69 për PS-n. Ishte dhe Meta nduj që fundin lojë apo jo? Po ka qenë grevuria në atë kohë. Po. Ka qenë grevuria. Po pastaj hyni drejt Ramet Pas. Ti po puni historikun e dishezës apo jo? Po pra. Lloj 2008-ën thotë. 2008 Ramet Pas ka qenë për të. Ore Dash, ti mos bëjmë histori kot sepse i dim, njerëzit i dinë rezultatet e këto. Ore, për çfarë arsye më valla? Nuk do Saliu të vinë në pushtet, sepse kam dëgjuar që je kritik, e ke bërë në parlament. Pra, si është puna? Jo se nuk ka do. ambicien të vinë në pushtet. Jo se nuk do. Po e ka të pamundur. Po pse? Po se e di që është e ka të pamundur. Mi thuaj me radhë 1 2 3 4, pak kështu pa analizë, pa. Jo më ka analizë. Një para. Një para. Mi thuaj arsyet. Arsyeja që nuk bashkon gjithë opozitën. Si lokomotivë opozitës që është Partia Demokratike, duhet të bashkon të gjithë. Ne jemi prej, PS-ja është një lum. Prejt nuk e mundin do të lumin. E para. Metafora e bukur, një. E dyta. Lista. Berisha ka pranon 2 grupe njerëzish. Me gishtat e dorës, me gishtat e dorës 1 2 3 ose mund të maj do në një person që tjetë si gjysë që ta kundërshtoj, ndërsa pjesë tjetër do të jenë në hyqëm, lëpirsa. Lëpirsa,
Ti thush, doktor ti më i miri, ti e këshu, Se punë di vetëm ti, po. di vetëm ti, lepe peqe, gjithë gjëra, po i the gjëra, nuk ta. Lista mja. 2. Lista. E treta, E treta. që ishe shumë e rëndësishme. A? Shqiptarët nuk më ta pranonin dot më. A? Kandidat për kryeministër Sali Berishën, në një kohë që të zëvendësojnë një makinë të vjetër politike se Edi Rama, me një makina kamo më të vjetër, Qartë. si Sali Berisha. Qartë. Dhe e katërta, që shumë e rëndësishme themun, ka të bëj me numrin e partive aleanca madhështore për Shqipërinë. 26 parti, ato 25 parti, pavarësisht respektit që sa kanë vota, një më shumë, një më pak, apo LSI që kishin atë kohë në 2021 që morë 108.000 vota, aleati më i rëndësishëm, më strategjik, më që do i bëte vlerë për des opozitët dhe Berishës, ishte SPAKU. Në që kuptim, sepse ti e kapitoj shpesh herë atë që turmat duan gjak, duan. knaqen. Në gjithë në botën, Me pra, turmat përdorin për të falë populli, dhe sondazhet tregon që gjithë duan SPAKun. Dhe hakmarrjen popullore nuk ka realizuar ndërmjet as Edi Ramës, as ndërmjet Berishës, as ndërmjet pushtetit qeverisë, po ndërmjet SPAKut, duke futur në burg kryetarin e bashkisë, ministrat, to që ja qeni, përfundojnë burg tash, sepse ky ka vjes. Pra është operacion psikologjik i papari Ramës. Pa diskutim. Dhe pra në vend që Berisha ishte pro SPAKut, Çfarë bëri Rama? Berishën ti jetë pro. Çfarë bëri Rama? Ramën. E kishte testuar gjën. Rian Vilia i bëte nder apo i bëte keq? Po të ishte në burg. Ti thua i ka për nder? Super nder. Sepse gjithë njerëzit, shumica njerëzve, ja thonë. Ai po e pastron. Edhe unë e besoj këtë. Po e pastron, po pastron. Edhe unë e besoj. Partin, po pastron hajdutët, po pastron korrupturit. Dhe nuk ka që të be. Po. Pasha historia pra, në verit nuk di gjë, me Meti, s'di gjë që ka bënë me Meti. Fix. Është e vjetër jo, po. Po, pikërisht. Funksionon ajo, po. Kjo është historia. Kurse Berisha i qunë organizat kriminale. Si thotë? Mos është nga eksperiencë vetë që e lanë një vit mbyllur në shtëpi? Pa diskutim. Dhe që akoma në nëjtim? Tani, unë jam i pari... Qa të bëj e të? Darit e thotë bravo, SPAKu e fotë në brënda. Unë jam i pari dhe nuk e ndryshoj mendimin. Deri sa të përfundoj gjykimi i Berishës, që çështja nga Sali Berisha është çështje politike. Pik. Pse? Sepse hetohet dhe po gjykohet për një vendim kolegjal. Që shumë e vështirë të provosh anën objektive dhe subjektive të zotit Berishës të veprës penale. Se kështu mundet që të gjykon edhe Rama nesër. Pa të shpim, gjithë i shkriministë dhe gjëratë. Me afton të gjithë konflikt vogël interes. Vendimi i qeverisë i Berishës është për gjithë ish pronarë, nuk ka bë për dhëndrën e vetë. Me që ma kujtove. Me që ma kujtove, vëlla. Për shembull, e dëgjova një ditë, e tha dhe vetë ky Ramsi, se kur e tha në një studio, që nga ndryshu një VKM tani flogert, të po e them kot intermezzo, se them për debat, se më kujtoj Dashi, bravo Dash. Dhe të kolegjalen, pas ka ndryshu një VKM, e ka bërë për një person saktuar, është një oligark mediatik, a ishte me të gjitha pushtetet. Prit një sekundë, VKM-ja sigurisht nuk shkruhet kjo, po ka ndryshuar një VKM që gjithë njerëzit që kanë marrë për shembull tokat me një i ligji me 1 euro për 99 vjet. Ti kthehet prosi. Ti bëhet hipotekë përhershme. Bravo. Tani një sekundë. Shumë Ramsi e din të gjithë e ka bërë për një person këtë tek pull, sigurisht do përfitojnë edhe të tjerët. Dhe e bukur është që opozita slet. E bukur është që papritur Ramsi era në kurse e tha vetë vëlla. Gazetari që e pyste, gazetari, njeriu që e pyste, nuk e dinte. Ishte i tha, po ja, qa është kjo për një oligark e kështu, se jeti. Dhe ky që ti ditet keqes parë, tha, bëhet fjalë për park Hayatin, tha, pa, jo, është një vepër madhështore, tha. Si mund ta dish ti? Si mund ta dish ti, tha. Si mund dish qëllimin pse të është bërë një VKM. Për shembull, vetëm për këtë rast, me dashmë një fut tani, ai është mbret, ai po bëhet mbret, nuk e luan njerëz, se nuk ka guximin i tij afro. Po, vetëm për këtë gjë floger, korrigjo. Jo për herë 3, për herë 4. Mos ndoshta dikush ka pas bërë një akuzë publike më herët? Fare më fare. Është si me pyetun këtu, pa e ditur fare problemi, dhe ai nga që ka menduar që unë e di, ka thënë emrin e hotelit që do bëhet. Shterë, më shmrekulli dhe është në video. Pra, një VKM me kolegjale do të vërtetosh Iku kjo ishte arsyeja e 4. E 5-a ka i të 5? Sepse Berisha nuk, se unë të pyeta, ore Berisha nuk ka ambicje të bëhet kryeministër prapë. Po nuk e kalon lumin Iku, tani, Ledio, qa kemi tjetër sinkron vlarë që ose mundesh, që ti kalon të gjitha këto, sepse po vjen moment do bëjmë një pauzë. Jo, nuk kemi sinkron. Okej, atere, do kthehemi sërish tani për pak sekonda, me Dash Sullu në studio, me Flogert Muçi, që është gazetar, ekspert komunikimit e Lexo.al, me Sebastian Zonjën,
Gazetar Plus, politolog, analist, këtu në MSNTV, dhe me Marsit Gupin, avokat penalist, pedagog të Marin Barleti. Ligj filozofi. Bëjmë... Ja ku janë 83 vazhdon të jetë Ramsi, 50 Berisha, 3 Doshi, 1 Lapaj, 2 ka marrë, e mori që mbrëm duket Donshea 2. Vazhdon. Vazhdon, dhe 1 ka marrë, Arlindi u ashtu Arlindi? Është i blinduar. U blindua për 1, Po pra Redi Muçi fotet. Janë të, më falë qanë, i vetmi që mund të ketë dyzim për Tiranën, është dyshi i Shehajt, që urojmë mos ndodhi, por pse mund të... është diaspora, pra. Diaspora deri tani është numëruar, është lexuar jo? Vazhdon, më shumë se gjysma është lexuar, por problemi është që nga vota e diasporës e plota, qofse socialistët marrin gjysmat, demokratët marrin 25%, ndërsa Sheha i merr 3-4% dhe raporti zhbalancohet. Ma lërë të tabelën këtu në dio mos e lëviz për momentin, na e lërë këtu, ndërkohë që ne flasim, vetëm një moment do ta heqesh tani, se do bëjmë gjiro këtu afër në East Side Residence, që kemi ngjitur me ne në kodrat e Lundrës, po tani mund të heqesh pak tabelën e dio. Në kodrat e Lundrës, shikoni çfarë perle. Tani është momenti të pranotoni vinën tuaj në East Side Residence. Do thoni janë po kush kjo, ngjitet MCN, do thoni po kush MCN janë. Është e thjeshtë fare. E keni parë gjithmonë se vini, jeni shumë vini me makina. Vini shumë, vini vërdal dhe është një ekran i matë lexon MCN dhe janë gjithë imazhet. Darë dhe unë atje përqet, me së të tjerëve darë dhe unë. Sa, në një moment. East Side Residence është të mbrapa. është kur jeni për shkoni për Elbasan, futuni të rregullimin matë, mos vazhdoni Elbasan. Futuni, merrni majtas, mos u ngatroni me jo, kujdes. Jo se ju pa dashi jeni të shumë do pak të shkoni atje hani fast food. Është gjë e madhe, ke parasysh hani fast food që mund të elmoheni, se vaj që bëhet fast food ri nga 3 muaj atje. 3 muaj nuk e ndrojnë vaj, normal, se është për popullatën e gjerë. Është për gojimat, e kupton? Shkoni dhe ju, që keni 2 pare tru dhe hani atje jemi kalamajve, tmere. Kujdes, por të ardhur këtu mos u fusni atje, nuk ka lidhje. Do kaloni, do shikoni këtë lobin, lobi ishte interesant, BKT-n, pap, rregullimi i vogël, MCN-ja, që ku jemi ne, pap, pas MCN-s, një kthes, mbrite. Një perë. Pranotimet kanë filluar, nxitoni, do thoni e Pan Teçanit, ban keni 5% ullje. Vetëm po thatë e Pan Teçanit. Pastaj qa ullje kapni më tepër, flisni me pronarën, shpura juaj. Mos harroni, këtu keni edhe një mundësi tjetër, mes natyrës, vila me dimensione njerëzore, po da vini reja më shumë xham se beton, bravo, Petro, arkitekti që ka bërë të projektin, dhe ati keni edhe apartamente, them për gjithë ju dhe nuk keni pak, që keni mundësi të bleni një vilë, po do në të keni dhe prindrit afër. Para është të ndryshme, tani që s'pojë lofë foto shumë, e dini ju që do në keni prindrit afër. Ka një apartament vogël të prindrit atje. East Side Residence, si falenderoj Ashmasin, miqës e mi Klodin dhe Petron, që më bashkë shoqërojnë, do të rrëdhën këtë informacion utilitar për gjithë ju, falenderit. East Side Residence. Dhe rikthehemi në emisionin tonë Zonë e Lirë me dashsurën, Flogertin, Sebastianin dhe Marsidin. Ja ku janë dhe një rezultatet, asgjë nuk ka dyshua për momentin, pritet si shta Flogerti, vetëm në qoftë se Shehaj mund të lëvizi, nga 2 të shkoj prap 1, dhe kjo për shkak të votave të diasporës. Po ndërkohë, nxirri dhe njerë, Ledion, nxirri dhe njerë ato listat, nxirri dhe njerë rezultatet e këtyre, sepse unë duhet kuptoj, dim ne për shumë dhe sa vota i duhet dash mundësis që të hy kapri, që të hy dhe i dyti, edhe sa vota i duhen, e logarisim do të? Tani që flasim, nxirri dhe njerë, Ledion, tani që flasim, Shehaj, pra Kapri në këtë rast, e ka mandat. Me sa e mbron? Tani, me sa e mbron pra shpë? Tani, këtë duhet pyes. Jo, në qofë se mund të adim, se kjo është logari që është i ke vështirë, po kote e bëron për kuriozitet. Po kështu është. Do pyes nuk tani. Si është të dash? Do jo asil si... është një formule ndërlikuar që nuk bëhet... E polere. Po unë do e marrë si informacion... Ore, nuk nga duhet, ne do shkojmë... Me pak vota për saj, nuk është i blinduar, po themi. Nuk të duhet nuk është i blinduar si mandat. Janë mira që në ndjekin. Varet se sa do marrë PD-ja tani, po varet se sa do marrë PD-ja, dhe ky mandat mund lëvizje edhe nëpërmjet PS-s, bravo, edhe nëpërmjet PS-s. O të kalot PD-s ose të rri... Pra loja është midis Kaprit, PD-s dhe PS-s. PS-s. E kuptoj. Po, më shumë mes Kaprit dhe PD-s. Ndërkohë, se PS-i i duan shumë vota për shkuar. Është e blinduar, Ledio nuk e di se tani ndodhi një problem, Ledio tekniki nuk e futot më rezultati.
Është e blinduar që të tjera shifrat nuk lëvizin, dhe edhe po të mbaroj diaspora? Jo. A pse mund të lëvizin? Po, mund të marrë pra, jo. Votat diasporës janë shumë vota. Janë shumë vota, po çfarë pritet realisht? Sa janë qindre, sa janë? Mund ta humi një PD-ja prapë. Sepse ato normalisht më shumë favorizojnë, thonë që favorizojnë Ramsin apo? 1-3 pra, ose 1-4? 1-4. Edhe më shumë mund të jetë. 1-4 besoj. 1-4 është. Është shumë për shembull Qagu Elbasani. Disa pulla më tepër në murin e ndërtimit të mbretërisë. Shpjegoj. Si thjeshtësh? Në Qagu Elbasanit kanë qenë të regjistruar për të votuar nga diaspora 25.000 emigrantë. Në një kohë që vetëm unë kam pas regjistruar 4.800 gati në të gjithë në Italinë e Veriut deri në Malë ku isha. Ato tani, në momentin që kam ikur unë, po bëj unë, isha zoti unë, ra numri nga 25.000 në 16.000 janë ka votuar. Pra nga të regjistruar 25.000. Dhe interesant është si të humbi ty Saliu, fatikisht, pavarësisht frikrave që kishte, sepse normalisht kur ishe ti ke marr sa vota morën zgjedhjet e fundit? Në zgjedhjet në vota preferenciale, doli Boçi i parë, unë doli i dyti. Me numër votash në këto e të kuptoj. Ja pra ta kuptoj tash. Me gjithë votat e pavlefshme, sepse ishte që votoshin në 4, jam ke 9.000 vota. Me gjithë votat e pavlefshme 9.000 vota. 9.000 vota. 9.000 vota. Ndërkohë që tani njeriu i të ka zvendosur aty sa ka marrë në Peqin, në gjithë zonën atje? Belsh 500. Gjithë ku ndloj 1.300 vota. Çfarë thumë valla? Ka rënë me 8 herë? Po çfarë? Në 7 herë sa i bie? Po. Po çfarë? 8 herë. Si e humbi doktori Dashi, nuk ka rënë si pëlqen si pëlqen Dashi, valla. Dashi ishte ambar votash atje. Është hera parë që PS-ja merr 10 mandate në, le të shpjegoj gjën. Që ta kuptosh. Pra Tomorin e famënyre, Tomori që ne kemi xhan. Dështoj apo në Elbasan. Nuk hariti dot. Tani, marrim 2017, 2021, 2025. 2017 më thirri Basha atëherë, më për të qenë i 5-in e listën. Nuk pranova sepse e dija rezultatet që nuk merrte më tepër se 3. Ishte faktori Çam, PDU-ja, ishte LSI-ja. Se listat mbyllur ishte edhe atëherë. Ishte me listat mbyllur, po mund të ishe i 5 po kot do rri aty. Nuk e fitoja. 3 mori PD-ja në ato, dhe nuk pranova. I thash do vazhdoj të punoj kështu, kaq. Punom nuk e fitoj. Dhe në momentin që në 2017 dhe përfundoi. Ishte të votet më burr. Po jo, nuk isha në 2017. 2017 nuk isha. Të mandasishte tani sepse po. Dhe i thash, edhe përfundoi. Peqin përfundoi me 2900 vota. Përfundoi Peqini, Belçi me 1800 vota. Kur erdhën 2021, që i mora këto 2 zonat në përgjithësi, e çova rreth 7000 vota Peqinin, edhe ke 5800 vota Belçin. Me që kemi këtu. Kthehemi tani. Në 2025-ën, i ka unë prapë tani. U rikthyn shifrat tash. Peqini përfundoi me 2300 vota, Belçi me 2600, 2700, vetëm komunën ku jam rritur unë në fshatin tim, nga 250 vota që ishin 2021 plus, përfundoi 1200 minus tash. Info, me që ndodhi fjalin. Lajmi i fundit. Info për mandatin. Atë që të pyeta unë, po sa i mbrojtur është Eral Kapri? 108 vota. Si 108? Pra me 108 vota mbron. Po këto që pra është vështirë 108 vota. Janë pak edhe. Është e rrezikuar. Është e rrezikuar. Po mori 200. Kuptoj këto shifra. Ja ta shpjegoj. E humb për 100, pra në marrë të Meksin më burr, do i themi Endri Meksin. Po mori 110 vota PD-ja. Hapet kutia. Po. Merr në kutinë e diasporës 30 vota PD-ja, 20 mundësia, fjala vjen. Në qoftë se ndodh në 10 kuti kështu, praktikisht thueni shifra absolute ti mori 110 PD-ja, i kanë PD. Po, deri në fund PD-ja merr 110 vota. Shumë se i mbaroi. E merr mandat. Kështu që është realisht e rrezikuar. Është luftë. Është luftë deri në votën e fundit. Po mi këta atëre pse e projektojnë si 2 mundësinë? Sepse tani është ai. Deri tani është. Sa 108 vota para, janë me formulën 108 vota. Po mirë, pse ndodh kështu edhe me ato me Aristorin? Po ne do ndini edhe një herë. Ndërsa 20 e socialistëve 1600 vota. Më fal. Se tek mandat. Ndërsa 20 e socialistëve është e pamundur sepse duhen pothuajse 10.000 vota që socialistët të arrijnë të kapin në Tiranë, po. Si ti thua, nuk e merr dot PS-ja. 20-ën e ka pothuajse të pamundur. Pra, këtu ndahet midis PD-s dhe mundësisë atëre. Ose mes Eraldit dhe Joridës. Pse Jorida është e para? Jo, është e dyta. Nëse merr 14 PD-ja, është i pari. Iliri Ali Mehmeti i 13, se 12 është Iliri e kaloi u fut. Nuk u fut, po është i pari. Është i mbrojtur. Po. Është i mbrojtur në preferenciale ka marrë më shumë. Ka marrë më shumë. Është i pari. Po quhet i futur? Jo. 13 që ka si parti, i bie që të hyjë Iliri Mehmeti. Qofse merr të 14-in si parti, i ke mundësi të hyjë Jorida. Të mos hyjë Iliri.
Jo, ty kapri. E qartë që të kuptova. Pa lufta është midis Kaprit dhe Joridës. Ekuacioni të mërshëm është ai. E imagjino se ku ti ishte proporcional. Më thonë që Jorida... Myshin edhe janë dy. Jorida pas ka parakaluar Ali Mehmetin tani. A ka kaluar para? Tani. Që do thotë, kjo çdo thotë ndërkohë. Që dele Ali Mehmeti tani me mundësi që është Me në Kaprin. konkurrencë. A lufton Kapri me Ali Mehmetin? Ndeshje për barazim i gol avantazh. Tani, ç'mundsi ka të bënoj hile atje për shembull, nga palët? Ç'mundsi ka që për shembull të futen të luajnë, të bëhet një lojë tani atje? Ka dy mundësi tani, se dashur nuk i thotë. Se mua pëlqen Ka hile dy tani. mundësi tani, ka dy mundësi. Një mundësi është që demokratët të bëjnë një deal me socialistët që t'i heqin sa vota Gon Shehajt dhe t'i kaloj mandati 14 PD-s. Jo, një sekundë, është logjike. PD-s. Pra dhe kjo bëhet kështu. Si bëhet? E din gjithë bëhet kështu. Pra kur numërohen votat fjala vjen, atje del që Gon Shehaj ka 30 vota në një kuti. Tani këto 30 duhen heq. Duhen bërë 15 pak, një 30. Dhe çfarë ndodh kur plotësohet proces verbali atje? S'ka njeri në numërim në Vëzhguesit nuk kanë mundësi ta shohin këtë. Eksakt, proces verbalin jo. Ata e bëjnë Jorida përpara. Ata e bëjnë kështu, e bëjnë PD-ja 55 nga 40 që ishte dhe i lën gjysmat këtij dhe çohet proces verbali dhe KQZ-ja kur i mbledh, mos thonë një kohë nuk dëgjohesh. Kur i mbledh KQZ-ja, nuk mbledh votat, mbledh proces verbalet. Po mi tani, vazhdon ai ligji i dikurshëm që në momentin që ke kontestim mund të hapet kutia? Mund të hapet. Rreziku është apo jo? Rreziku është. Po mund të korruptohet dhe ai vëzhguesi mundësisë dhe zgjidhet kjo punë. Bravo. Pra, më shumë mundësi ka të blesh vëzhguesin e mundësisë. Edhe të bësh dhe këtë pislikun këtej. Vështirë, se është Tani, shumë. ai po kërkon, unë po ja them. Janë shumë Unë e kërkova, a ka mundësi që mundësia të mundsoj këtë mundësi? Dhe tjetra pastaj që mund të bëhet, është që njëri nga këta, për shembull Ali Mehmeti ose Jorida, ta blej mandatin te mundësia. Në shkuptim ta blej. Tani, po blehet Gon Shehaj, po Gon Shehaj kushton shumë. Prit. Nuk blen Gonin, blen dikë tjetër, vëzhguesin. Të blej vëzhguesin gjithmonë. Ja marri kala nga brenda. Po pra, të blej vëzhguesin e mundësisë. Kjo është e para, iku, e morën. Një sekond, se vëzhguesi i mundësisë nuk ka pse shitet e ata, se shitet e Goni, edhe Goni ka lek. Dakord, po ata kanë 50 mandate, mund ta rregullojnë kanë më shumë. Po Goni me Radi luftojnë tani si bisha për të marrë. Atëherë mund të ndodhi e kundërta. Goni si përtise, manipulim, do përgjigjen para drejtësisë. Atëherë mund të ndodhi e kundërta. Nuk po them që po e bëjnë, se nuk po duhet... Jo, unë dua skenarët. Me që Goni ka këtë potencial, atëherë ai numëruesi atje tek komisioneri i Partisë Demokratike, çollaf Goni këtij zotris, edhe ky favorizon Gonin. Socialistët në rregull janë, se si u prish punë, firmosi proces verbal. Po mos ai urë dashtaj na lë të ndrojë. Ç'ka dashtaj do na ulë në tokë. Jemi në krim, nuk po ndodh. O zotri, e pa na herë këtu janë teorikisht të mundshme një, mos thuaj jo. Edhe ka ndodhur. Po çka ke thua jo po? Fal, dash ka ndodhur? M'fal, a ka ndodhur? Ka filluar. Dash. Po arrestohen a ka ndodhur apo fal? Për vote. Që ti dali pastaj se më fal. Morën dhënë për gjyqje pastaj njerëz. Më fal, Oçan. Diçka dash të lutem. Unë as nuk po them duhet ta bëjnë, nuk po i shtyjnë krim, asgjë unë po them a ka ndodhur kjo apo jo? Në të shkuarën, jo sot. Ka ndodhur në të shkuarën. Kaq, dhe unë po them çfarë mund të ndodhë. Votë 2021 ka karakterizuar. Dhe një gjë tjetër që mund të ndodhi, pastaj supozojmë që i morën 13, ta nuk mundën ta marrin 14. Aty pastaj do ketë atë luftën klasike të brendshme mes Joridës dhe Ilirit për të dallaverë të brendshme të partisë për të futur njërin apo tjetrin. Për shembull, doktorit mund t'i teket dhe mund të gjë. Më e paqëndrueshme dhe më jo luajale është Jorida. Kështu që ja çojmë votat doktorit. Jo doktorit, Ilirit. Doktorit vogël pra. Mirë, po. Edhe jemi më në rregull. Këto janë skenaret e mundshme. Nga 1282 kuti në total, janë numëruar 690 dhe Jorida tani është 9826 vota. Pra gjysmat. Në vend parë, po, të gjysmat. Por e dash, më fal, këto janë kutit e diasporës apo janë akoma? Tiranës. Pra diaspora s'ka filluar akoma. Ja, diaspora pastaj prapë është vota personale. Vazhdojnë nga diaspora në një kohë. Si vota personale mos, edhe diaspora ka vota personale që diaspora them. Po pra, vazhdon prapë. Vazhdojnë numëror edhe që diaspora. Pra historinë nuk mbaron pa edhe sa do kjo të marrë. Po. Një 2 ditë. Deri në fund, deri nga e premte. Minimumi
Jo, po mund të jetë më shumë se 2 ditë kam përshtypjen. Aq me 2 ditë mbyllët. Kurse Ilira Alimeti është 9236, pra 600 vota përpara Jorita Tabaku. Po ti të doli Jorita para, pra. Po pra doli pra 600 vota para pra. Jorita është. Jorita. A pra se the është Iliri, prandaj. Ishte dhe, po tash i ka ndryshuar, se ndryshon ajo, tha se puna ndeshjes. Është fiks 600 vota parë. Po e këtë gjë, o Flogert, e kupton sa e mërzitshme është gjitha kjo tani që po e mendoj valla. Kalo më le kalo te mbretëria, më por na vurçik o dash. Se prandaj të ftova sot valla se ishte një televizion se ku të parë se çdo ditë për ekrane tani dhe parë që do shpalli mbret është pak i vonuar dashi, do ketë marrë nga unë këtë iden se unë kam prej vite që